Për urtërsinë, mbështetjen e të varfërve e përkushtimin e tij ndaj paqes dhe dialogun ndërfetar, do ta kujtoj Papa Franceskun. Famulitari Dom Mikel Sopi, nga i peshqvia e Kosovës, thot se Francesku njëjtë veproi edhe për Kosovën, ani pse Vatikani nuk e njeh pavarësinë. Ka vazhduar raportin e miqësisë me popullin tonë, me kombin tonë, me të kaluarën tonë, e cila është përplot me padrejtësi, me vujtje, me gjak dhe ka pasur ndjesi të veçantë, por shpirti i tij do të mbetet, sidomos ideja e tij për vëllazërim, takimet, ai ka thyer shumë barriera. Vdekja e tij nënkupton edhe zgjedhjen e prirësit të ri, andaj procedura duhet të fillojnë më së largu 20 ditë pas vdekjes së Papa Franceskos. Duhet 2/3 e kardinalëve të unifikohen për Papën. Kur zgjedhet Papa, atëherë bëhet takimi në kapelën Sixtine, quhet konklave, domethënë nëse përkthehet shqip, është nën xhelës, domethënë janë të mbyllur deri ta zgjedhin Papën. Për vdekjen e Papa Franceskut, ngushëllime kanë shprehur edhe krerët institucional të Kosovës. Presidenta Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti thanë se populli i Kosovës u bashkohet miliona njerëzve në zi.